Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, por dhe me realizime, zemre, ashtu siç ju I mendoni dhe I hartoni që më parë planet e një dite që ecën hapash të menduar, por edhe entuziast. Gjithmonë mëngjeset këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër janë nxitse, janë të bukura, sepse në këtë tavolinë transmetimi unë synoj që të ftoj njerëzit që kanë shtithon ditës me punën, me përkushtimin, me kontributin që ata kanë. E kur flasim për bibliotekat, gjithmonë ndjem një nderim dhe respekt për librin, për kulturën, për dijen. Institucioni I bibliotekës në Shkodër është I hershëm, por me një traditë shumë të pasur në ecurinë e viteve. Por kur flasim për rijetësim të këtyre vlerave, natyrisht ndjejm entuziazmin dhe përkushtimin e një pune plot pasion. Biblioteka Zoja e Shkodrës. Ka 6 vite që është krijuar, por është në vazhdën e një tradite të institucionit të bibliotekave kishtare, por mëtej ajo ka një hapësirë mjaft të madhe veprimi. Unë sot kam ftuar pikrisht aty që në Shkodër, por jo vetëm, e quaj njeriu I bibliotekave, pasi ka një ecuri dhe një përvojë shumë të madhe në kontributin e tij në këtë institucion, në institucionin e bibliotekës. Por tek Zoja e Shkodrës është një kontribut I vonshëm I tij, por shumë I vlerëshëm. Me mua sot në studio është Gjovalin Çuni. Nadia mirë se keni ardhur. Kënaqësi që ju kam në studio. Edhe për mua kënaqësi, po e them unë në një ran që më keni ftu, por nga ana tjetër edhe për përpjekjet tuaja që bani në trajtimin e bibliotekave. Nëse bani përpjekje për trajtimin e bibliotekave, jeni duke bë përpjekje për librin, jeni duke bë përpjekje për afrimin e lexuesit të libri, pra jeni duke bë përpjekje për një shoqëri në fundit civilizuar dhe për një kohë jo të harxhuar kot, për një kohë. Po është një përpjekje e përbashkët, sepse vetë institucioni I bibliotekës, por shumë kush që merret me librin është, do ta quaja një rrjet shumë dashamirës, por dhe I vlefshëm. Ndaj gjithmonë keni vendin në studio. Ju kam ftuar shpesh herë për përvojën tuaj të gjatë në institucionet e bibliotekës, për aktivitetet e shumta, për festivalet që ju keni frymzuar bashkë me grupin tuaj bashkëpunues, po kësaj here për herë të parë ju ftoj për bibliotekën Zoja e Shkodrës, e cila është fokusi juaj vitet e fundit. Është e vërtet. Ju më keni ftu, po paka shumë edhe puna jemi në biblioteka tashmë është disa vjeqare dhe unë kam filluar qysh në 95 në bibliotekë, pra paka shumë kam një eksperiencë 30 vjeqare dhe eksperienca jeme natyrshëm që bazohet tek eksperienca tjera, për arsye sepse gjithmonë është ndërtu mbi bazën e figurave të tjera të ndritura që kanë dhënë kontribute në ndërtimin e bibliotekave këtu në Shkodër, dhe që kanë ndihmuar vazhdimisht. Për shembull, unë kujtoj të njerin Vili Kamsi, kujtoj profesorat e universitetit, të fillu me profesor Jup Kastrati, me profesor Tomo Rosmanin, me profesor të njerin Simon Pepa, e sa profesorat të cilët me kërkesat e tyre kanë bërë që ndal ngadal unë të formohem si punojës biblioteke dhe të kem një farë bazë që pastaj këtë bazë dhe ta transmetoj me aq mundësi sa kam pas në bibliotekën e shtetit, në bibliotekën franceskane, në bibliotekën shkollore të atë Pjetër Mëshkalla dhe tash së fundit në bibliotekën Zoja e Shkodrës.
Zoja e Shkodrës është një titull që ju I keni vënë mjaft signifikativ. Është e vërtet. Dhe është, siç e keni edhe në moton e shkruar, është vazhdimi I traditave të bibliotekave në institucionet kishtare. Është me vërtet. Kjo është një bibliotekë kishtare apo është një bibliotekë e hapur? Zoja Shkodrës si bibliotekë mon emrin Zoja Shkodrës, pra me fermon emrin pak a shumë të një feste tradicionale fetare që zhvillohet në Shkodër në javën e tretë, në hanën e tretë të muajit tetor. Dhe prej këtej ka marrë emrin Zoja Shkodrës. Natyrshëm që Zoja Shkodrës është e lidhur me një famulin që mon të njëjtin emrin, famullia Zoja Shkodrës. Atëherë kryus të kësaj biblioteke ka kenë dhe është famullitari që I zhvillon, është famullitari I Shkodrës, dom Vlash Palaj. Natyrshëm që biblioteka është, si thatë edhe vetë, ka një moshë 6 vjeçare dhe mrena kësaj periudhe biblioteka synon ka ato synimet e veta, duke fillu që nga tipologjia, duke fillu që nga qëllimi, duke fillu pastaj me element tjerë që ka biblioteka, si që është përpunimi I librit, hapësinat për kërkim, hapësirat për studim, aktivitetet e të tjerë. Mirë po, aty biblioteka nuk është thjesht vetëm bibliotek, por së bashku me të kanonit bibliotek është edhe shtëpi butuse. Pra, kemi të bëjmë me edhe biblioteka, por edhe shtëpia butuse Zoja e Shkodrës. Dhe biblioteka është pjesë e një qendër të vogël kulturore që është formuar pranë famullisë Shkodrës. Për arsye sepse aty është muzeu diocezan, një muze historik shumë I mirë, është pinakoteka e piktorit Lindelia, janë korët e kishtë të drejtuar nga mjeshtri profesor Zef Qoba, mana tjetër është një studio inqizimit drejtuar nga inxhinier Paçalim Hilli, pra është një lokacion, po I thëmë një qendër kulturore. Lokacioni është pranë? Lokacioni është pranë kishës katedrale, por është në hapësinën mes kishës dhe një ndërtese, aty që është ndërtesa e famullisë. Pra është një lokacion I vendosur pak a shumë në një vend të dukshëm, ashtu siç duhet me kenë çdo bibliotek, dhe është një lokacion që është mjaft lehtë I arritshëm nga ai që do me shfrytzu ose nga lexuesit të cilët kanë nevoja të ndryshme, qoftë lexim, po I thamon argëtues ose qoftë lexim hulumtues të tjerë. Ka sallë pra. Ka sallë, ka një sallë për 16 vende studimi, ka hapësira për zhvillimin e aktiviteteve, në dispozicion janë 2-3 salla, por ashtu sepse është salla e madhe, salla Kardinal Mikel Koliçi, pra janë është studiu që të jetë në funksion, jo vetëm të lexuesve, por edhe të aktiviteteve të ndryshme që natyrshëm mban çdo bibliotekë, sepse nuk ka bibliotekë po s'pat aktivitetet ndryshme letrare. Çfarë mund të thoni për fondet e kësaj biblioteke? Po, tipologjia e kësaj biblioteke është një tipologji, po I thamon bibliotek publike. Bibliotek publike. Kjo është mjaft e rëndësishme për të kuptuar bibliotek publike, se ndonjëherë ndoshta të ka ndonjë stepje. Ka ndonjë stepje, sikur kjo biblioteka është, po I thamun, bibliotek e një institucioni fetar. Kjo është e vërtetë që është biblioteka e atij institucioni fetar, por është një bibliotek në shërbim të komunitetit. Aty s'duhet ketë në mënyrë absolute asnjë stepje. Çdo njeri është
çfarë do lloj besimi pra? Po patjetër, është me kushtetuar që bibliotekat janë vende ku njerëzit hyn lirisht pa asnjë lloj kufizimi. Kështu që e tillë është edhe biblioteka jonë, është bibliotekë fetare. Bile famulletare jonë është kujdes që tajtesat fetare të mos jenë bashkë me libra të tjerë, por tajtesat fetare të jenë në një vend të vendosura, një kënd të veçantë, për të kenë sa më afër publikut, për të kenë tamam bibliotekë publike. Kështu që në këtë aspekt unë i ftoj të gjithë ato që po na ndëgjojnë ose të gjithë ato që dëshirojnë të vinë pa kufar ndroje, dhe të shohin jo vetëm ambientin, i cili është një ambient mjaft i këndshëm, për arsye sepse gjithmonë bibliotekat janë studiu që të jenë edhe tërheqëse për lexuesit. Kemi një video, regjia, e cila është ndoshta ilustrim i mjaft ecurive të kësaj biblioteke, që lidhet me sallën, që lidhet me fondet. Është një kombinim këtu i dronit me xhamin, kryesisht është një kombinim i ndriçimit po i themur natyror me ndriçimin elektrik. Është një mjedis ku mund zhvillohen aktivitete. Këtu janë disa nga aktivitetet që janë bë dhe që vijojnë të bëhen. Këtu janë ambiente të ndryshme. Dhe libra që ju keni promovuar. Dhe libra të ndryshme që kemi promovuar, por edhe që ne vetë i publikojmë. Ose në ana tjetër edhe i financojmë një pjesë të këtyre librave. Është një kontribut i gjithanshëm. Natyrshëm, që është një kontribut i gjithanshëm. Këtu më pëlqen shumë për arsye sepse vinë edhe fëmijë të shkollave të ndryshme për të zhvilluar aktivitetet e tyre, kryesisht aktivitete letrare. Për shembull, aktiviteti i fundit letrar ishte një aktivitet që zhvilloi Gjimnazi Jordan Misja me rastin e përvjetorit të linjës së atë Gjërgj-Fishtës, ku aty profesoresh ose docenti Rudina Allazari realizoi një aktivitet mjaft këndshëm në këtë bibliotekë. Pra, është një institucion i librit i hapur për njerëzit. Çfarë fondesh e përbëjnë këtë bibliotekë, të çfarë karakteri? Çdo bibliotekë kur krijohet njëkohësisht krijohet edhe me një farë motoje. Motoja e kësaj biblioteke është aftësimi dhe ndalësimi i njeriu përmes fjalës. Pra është një moto për mendimin tim është mjaft e gjetën, mjaft paqësore, mjaft po e thamon e gjanë në aspektin e kërkimit, leximit, aktiviteteve e të tjerë. Sa i takon kushteve, do më thënë, çfarë librash përmban? Çfarë librash? Librat që kjo bibliotekë përmban janë libra të karakterit përgjithshëm. Pra, në përgjithësi në teknikën e bibliotekave njohuri dohet në 10 grupe. Dhe këto 10 grupe janë të përmbledhura në një libër ku ne i klasifikojmë librat. Dhe 10 njohuri që ka ky klasifikim i bibliotekave, të 10 janë pasqyruar në bibliotekën tonë. Pra me fjalë janë që nga librat të karakterit përgjithshëm ose libra enciklopedik, për të viju pastaj për librat filozofik, për të viju pastaj për librat e shkencave sociale, e shkencave filologjike, të shkencave natyrore, të shkencave historike, të letërsisë, edhe të, po e thamon, të problemeve të veçanta, të kanët veçanta, të cilë trajtojnë problemet të albanologjisë,
ose problemet të qytetërimit, ose problemet të ballkanologjisë. Pra me fjalë janë të gjitha fushat. Libra artistika, libra për fëmijë? Libra për fëmijë ka, pra sepse jemi kujdes që të krijojmë edhe kanin e fëmijëve. Pra me fjalë janë libra që përfshin, po e thamun, të gjitha dijet njerëzore, edhe nga ana tjetër edhe të lidhura me mosha të ndryshme, duke filluar që nga fëmia e deri tek më të vjetët, të cilët çuditërisht janë lexuesit më të rregullt të bibliotekave, për arsye sepse të lexosh do të thotë një farmunit, ose të lexosh do të thotë të jesh i përgatitur për të lexuar, sepse nuk lexohet po s'pate një eksperiencë leximit. Vërtet. Kjo shihet më shumë tek mosha të thyme, të cilët janë të praktikuar, ose leximi është pjesë e jetës tyre. Pra është vazhde e një hershmërie. E një eksperiencë, të cilët nuk janë shput asnjëherë nga libri, pavarësisht se mosha bën punën e tyre, por gjithsesi ata kanë librin si një pjesë të jetës tyre të përditshme. Pra biblioteka ka shumë antar që lidhen me atë traditë që ata vazhdojnë me librin, por edhe po të rinjt, sa i afrohen kësaj biblioteke? Të rinjt i afrohen, nuk është se nuk i afrohen, nuk flas vetëm për bibliotekën time, por për bibliotekën time. Jo, juaj, natyrisht, sepse edhe kjo është radioja ime, pavarësisht se nuk është e imja. Unë këtu visit si shqipteme. Kur lidhet njëri shumë me institucionin, të duket sikur e ke personal. Por të rit nuk është se më herë interesohem edhe për gjanin e librave në bibliotekat ose për interesin në bibliotekat e qytetit. Dhe shoh edhe tek biblioteka aty Zoja Shkodrës. Është vërtet që libri është në krizën e tij. Është në krizën e tij. Por nuk do të thotë që leximi ka shku në nivelet tulta kret. Për arsye sepse pavarësisht vështirësive ka një pjesë trish të cilët studiojnë, ka një pjesë trish të cilët merren me punë të ndryshme, realizojnë detyra të ndryshme që jep shkolla nëpër biblioteka, realizojnë ato temat të ndryshme të magjistrit, të magjistratit, të doktoraturës e tjerë. Por është mjaft interesant që kohët e fundit është shtu interesimi i, po i thamon, i studentave që studiojnë jashtë për lloje të ndryshme temash, të cilat janë të lidhura ose kanë trajtesa. Dhe që i gjejnë në biblioteka Zoja Shkodrës, jo vetëm në bibliotekën Zoja Shkodrës, por edhe në bibliotekat tjera të qytetit. Është një fenomen që njeh një farë rritjet, për arsye sepse siç duket këto studenta marrin tema ose trajtesa të ndryshme të cilët lidhen me ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur në vendin tonë. Si u krijuan fondet e kësaj biblioteke? Përderisa flasim për një moshë jo shumë të hershme të saj, ka fonde që lidhen me hershmërinë e librit, me botimet e hershme, apo me botime krejt të veçanta? Si është formuar? Në fazën fillestare është formuar kryesisht nga blemjet. Mirë, po në një periudhë shumë të shkurt kohet, blemjet tashmë janë një vend më të vogël. Për arsye sepse shohim një fenomen shumë interesant që bibliotekat shtohen nga dhuratat, të cilët bëjnë donatorë të ndryshëm. Këto donatorë janë familjarë, natyrshëm, janë edhe bibliotekat të cilët janë që mund të trashëgohen dhe
njerëzit i binë aty. Për shembull, Biblioteka Zoja Shkodrës në fondin e familjes Logoreci, Pjetër Logoreci ka dhuru një pjesë mirë në bibliotekës, në fondin e vëllezërve Gjergje Zep Simoni, kanë qenë perifteri, të cilët edhe ato kanë krijuar një bibliotekë shumë interesante, në fondit të disa perifterive, por në gjërat më interesante është që shumë njerëz kanë dëshirë të dhurojnë bibliotekës libra. Kështu nëpërmjet dhuratave është formuar dhe vijon të pasurohet fondi i bibliotekës kryesisht nga dhuratat e njerëzve, dhe dhuratat e njerëzve nuk është se janë vetëm libra të shoqëm, por janë edhe libra të cilë gjenden në shtëpia dhe që këto njerëz e shohin që pasuria që ato kanë mund të ruhet mas miri në këto biblioteka. Një gest shumë fisnik do ta thoja. Po është një gest shumë fisnik dhe ja vlen. Këto dhurata nuk vijnë vetëm nga pjesa qytetare ose edhe nga ato që banojnë në qytet, pjesa urbane. Por vijnë edhe nga emigracioni, shumë emigranta edhe blen libra dhe i adhurojnë bibliotekës sot. Dhe zakonisht blen libra antikuar, që i gjajnë në për vende të ndryshme dhe po kjo është një marrëdhënie fantastike. Është me të vërtet, edhe unë jam çudit nga kjo dëshirë që njerëzit kanë për të dhëruar sa do pak. Ndonjë prej këtyre dhuratave ose vlerave që libri është një çmimi apo vlere shumë interesante, jo në para, po në vlerën që përmban. Po për shembull janë shumë libra të domosdoshmënikës, janë shumë libra të autorëve të vjetër, janë mjaft libra të etërve jezuit, janë libra të shtypshkrues atë Gjergj Fishta, pra shtypshkrues vjetër, janë vepra të Fishtës, janë vepra të mjec e tjerë. Pra me fjalë janë një sasi, mund të thëmë, e konsiderueshme librash, të cilët janë, të cilët i takojnë me kanë pjesë antikuarit të bibliotekës Zoja Shkodrës. Sa interesohen njerëzit pikërisht për këto vlera autentike që përmbledhin këto vepra dhe po ju pyes edhe në veçanti për studentët apo për institucionin universitar, sepse ndoshta aty merr drejtim shumë specifik letërsia apo studimi. Shkodra ka një veçori vetën. Shkodra ka pasuri bibliotekare të pazbulume ala. Të pazbulume. Pavarësisht se kanë kalu kaq vite, ka prap çfarë me hulumtu në bibliotekat e Shkodrës. Dhe pasuria që ka biblioteka e qytetit Marin Barleti, pasuria që ka biblioteka universitetit, ajo Gjergj Fishta, në raport me ato çka kemi ne, natyrisht që ne jemi në fazën fillestare, jemi po e themon minor në raport me pasuritë që ata kanë. Megjithatë, njerëzit ndaj këtyre librave të vjetra kanë dy qasje. Qasja e parë ose qasja kryesore është shijimi tipografik i këtyre librave. Domethënë është ajo vjetërsia të cilët zgjon interes tek njerëzit. Pastaj natyrisht që përmbajtja është ana tjetër, por kjo përmbajtje mund të ngjallë interesin vetëm kur një
studius do me trajtu një problem. Vargjet e veprave të mjedës, të fishtës, edhe ti shofësh ato në vjetërsinë e tyne, është një ndjesi. Kjo është një njësi krejt e veçantë dhe e shoh që me fjalë për te leximit njerëzit më tepër i tërhek paraqitja tipografike që këto libra kanë, në mënyrën se si janë realizuar, që me të vërtetë është shumë interesante, jo vetëm për kohën, por derisa i kanë rezistuar kohëve, është gjithë një tërheqës edhe në ditët tona. Diçka që më bani përshtypje në fillim, përveç se ju paraqitet hapësirat kulturore të Bibliotekës Zoja e Shkodrës, thatë që është edhe shtëpi botuese. Po. Mund të më spjegoni pak se, domethënë, është vërtet. Keni një redaksi, nuk është si thuash shtyp shkronjë. Jo, është shtëpi botuese, ka ndryshime. Ka ndryshime. Natyrisht që kur mendojmë që të krijojmë këtë bibliotekë, mendojmë që të plotësoj komplet biblioteka dhe plotësimi i bibliotekës arrihet edhe në kjo se do të krijohet edhe një shtëpi botuese pranë kësaj biblioteke. Çfarë synon shtëpia botuese? Shtëpia botuese e Bibliotekës Zoja e Shkodrës kryesisht synon që të publikoj libra që deri më sot nuk kanë qenë publikum. Pra, me fjalë të ringjall kujtesen ose të rjetësoj, po e thamon, letërsinë e sunduqeve, letërsinë e atyne veprave të cilët nuk kanë pas mundësi të botohen dhe paka shumë janë dokumenta autentik. Këtu synojmë na si shtëpi botuese. Por nga ana tjetër, krahas librave që botohet me kontributet tona, ne kemi dhënë edhe ndihmën për edhe shtëpi të tjera botuese, të cilët trajtojnë probleme kryesisht karakterit shoqëror dhe karakterit historik, por edhe të karakterit letrar. Pra, me fjalë, është një përzgjedhje që ne i bëjmë me një komisionit të disa librave të cilët ne e shohim të domosdoshëm për botim, por nga ana tjetër libra të cilët kanë lidhje me qytetin dhe janë gjurmë të këtij qyteti në vite. S'ka më bukur, do të thosha. Është një ndër pikësynimet tuaja ose ndër veprimtaritë tuaja, ju faktikisht edhe si specialist keni një përvojë shumë të bukur të realizimit të veprimtarive. Sepse veprimtaria është atraksion ndaj pjesëmarrësve, ndaj autorëve, ndaj librave, ndaj rjeshtave të lexuar e të pa lexuar. Është si të thuash të hapësh derën deri në gjysmë për të ftuar dhe për të hapur dy kapakësh për ata që dëshirojnë ta kenë librin në dorë gjithmonë. Kjo është vërtet. Bibliotekat nuk mund të ekzistojnë edhe pa aktivitete. Aktivitetet krahas promovimit të vlerave të qastit, krahas promovimit të vlerave të autorëve që shkruajnë libra etj. Kemi edhe disa foto regjia që mund t'i vendosim. Po, janë edhe qasje për të njoft biblioteka dhe nga ana tjetër janë qasje shumë e rëndësishme për të afruar leximin. Sidomos për të u përpjek sa kemi mundësi që të afrohemi lexuesit të ri. Këtu është shkolla Jordan Misja. Këtu është shkolla Jordan Misja. Ishte një aktivitet shumë i bukur dhe mjaft mreslënës dhe këta janë aktivitete shumë bukura përmes të cilëve bibliotekat propagandohen, por nga ana tjetër së bashku me propagandimin e bibliotekave ose me ekzistencën e tyne propagandohet shumë edhe libri. Dhe ky është gjithë synimi. Synimi është si të bëjmë fëmijët dhe si të bëjmë të rit të afrohen pranë librit. Dikur njerëzit ndoshta edhe prindërit tonë kanë qenë
ma kam ngullës dhe na kanë detyru që të lexojmë dhe na kanë marrë sipër kokës që të lexohen ato libra sa ke arrit. Mirë po në ditët e sotshme natyrisht që leximi ka ra për arsye sepse konkurrenca interesat pragmatiste, kanë largu paksa dëshirën për të lexu. Por nga ana tjetër, përmes aktiviteteve ne këtë synojmë. Për shembull, një nga aktivitetet më mrekulluese dhe më të mëdha që organizoi kjo bibliotekë ishte organizimi për herë të parë në Shkodër i panajërit librit. Librit Bantlir. Libri Bantlir. Ishte një temë mjaft. Kemi disa foto. Mjaft domethënëse dhe ishte një temë e cila u caktua në biseda ose në bashkëpunim dhe në dashamirësi me shkrimtar të shumë këtij qyteti, siç është Stefan Çapaliko apo Andreas Dushi apo Gjahit Bushati të tjerë. Ju keni ftuar edhe profesor Robert Pramushin. Robert Pramushi, Zia Vuka, që ka një kontribut mjaft të madh në letrat shqipe, sidomos të qytetit ton. Pra me fjalë ishte nuk ishte thjesht vetëm një panajër libri, një përpjekje për të shit librin, por krahas asaj ishte një përpjekje për t'i dhënë vlera librit, për të transmetuar ndjenja, për të transmetuar shpirt, për të transmetuar dëshirë për të lexuar të tjerë. Edhe vetë pjesëmarrja e mjaft shkrimtarëve në këtë ditë ishte një diçka mjaft mrekulluese, kur shihje që një pjesë e oborrit të katedrales ishte e mbushur thuajse çdo natë, megjithëse fantastike. Ishte një kohë mjaft e nxehtë. Unë mendoj që në këtë drejtim, mendoj dhe shpresoj që në këtë drejtim të shkojë edhe aktiviteti që po përgatitet të startoj biblioteka Marin Barleti me një titull Shkojnë fjalët, dhe që e qunë festivali Mar Kombëtar i letërsisë. Unë mendoj që do të jenë ditë të bukura, 2 ditë që janë të mbushura me aktivitete, të mbushura me shkrimtarë të ftuar të tjerë. Çdo nisëm sa i takon librit është e mirë pritur, pavarësisht se nga cila bibliotekë vjen. Tana bibliotekat këtu në Shkodër janë biblioteka që plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk di që të tham, Shkodra është kretë e veçantë, një qytet si në fushat tjera të kulturës, edhe në fushën e librit është kretë e veçantë. Ndërsa unë gjatë kësaj biseda ndjeva ato që më së shumti edhe të tjerët e mendojnë. Biblioteka është një vend plot thellësi, por që të mbërrish aty duhen njerëz të pasionuar, njerëz që të dinë të afrojnë këtë thellësi si një mundësi për të shkuar drejt asaj që dëshirojnë të kenë, të dinë, të mbajnë si pasuri, të afrojnë njerëz që t'i bëhet një rrugë. Kjo marrëdhënie e veçantë me thellësinë e dijes, të kulturës, të faqeve të librit, të botimeve të shumta e të traditave të mrekullueshme të Shkodrës. Duhen njerëz që ta rjetësojnë pikërisht këtë pasuri të madhe, siç është libri, siç është institucioni i bibliotekës. Jeni ju. Ju falenderoj shumë. Mendoj që njerëzit nuk do të mungojnë në përpiqna që të përcjellim eksperiencën tonë, jena të gatshëm në çdo moment të përcjellim atë që kanë dim, por duhet të thonë që edhe puna e punojësit të bibliotekës
nuk është thjesht vetëm dëshirë. Për arsye sepse kërkon një farë përgatitjet dhe është fat që edhe këtu të ne punojësit e bibliotekës përgatiten në shkollat veçanta, për arsye sepse pranë bibliotekës kombëtare është një shkolla 2 vjeçare përgatitjes së punojësve të bibliotekës. Prandaj unë mendoj që më një për këtyre studentave të letërsisë sa informacion i bukur dhe i vlefshëm apo të shkencave filologjike edhe mund të marrin në një temë sa i takon zhvillimit bibliotekave, do të ishte një kontribut shumë i madh. Sa i takon bibliotekave të Shkodrës është një përpjekje e parë e Elektra Çapalikut, e cila ka shkruar diçka për bibliotekat e Shkodrës, por jam krejtësisht i bindur dhe duke njoftë mirë gjendjen që ka në bibliotekat e Shkodrës, ka koha që të rishkruhet një diçka për bibliotekat e Shkodrës, diçka më e plot, dhe këtë mund ta bëjnë ndonjë i ri i cili studion kryesisht në shkencat filologjike, dhe kështu që t'i hapet rrugë edhe përgatitjes së kuadreve të reja për administrimin e këtyre bibliotekave mjaft të çmueshme që ka qyteti ju. Unë dëshiroj t'ju falenderoj plot respekt për bisedën shumë interesante, me shumë informacion mbi ecurinë e librit, mbi ecurinë e bibliotekës Zonja e Shkodrës, por jo vetëm, duke hapur këtë informacion për të gjithë interesuarit ndaj librit, për t'i ofruar dhe për t'i frymëzuar njerëzit, po sidomos të rinjt, që librin ta kenë gjithmonë si një udhërrëfyes në ecuritë e tyre të jetës. Dëshiroj t'ju falenderoj sërishmi dhe t'ju uroj mbarësi. E di që ju keni ecuri të tjera, plane, aktivitetesh të cilat nuk rreshtin, ajo është në moton tuaj, por po i lë ekskluzivitet i të gjitha informacioneve që ju sillni her pas here në ftesat që ju jepni për ato që vizitojnë dhe aktivitetet që organizoni në bibliotekën Zoja Shkodrës. Sa të kena shnet, sa të kena forë, sepse në të shma jena moshë të ret, do përpiqena që t'jena aktiv. Shëndet e jetë, thohet në Shkodër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për jesh. Faleminderit.